është i njëjtë për krejt, edhe në jug, edhe në krejt Republikën, si të gjinen produkte me afat s'kadum, lokali mbyllet. Qëre, sheqerin mas pari. Qëre, si tull është. Shërbimi do të më mbyll, ka produkte me afat s'kadume. Ligji po shtrihet edhe në veri të Kosovës. Inspektorët sanitar kanë kryer kontrole në disa markete në Zubin Potok. Nën përcjelljen e policisë, ata u futën në marketin e parë, ku nisën inspektimin. Aty gjetën shumë madhra pa afat, të cilat më njëherë i larguan nga raftet për t'i azgjësuar. Azgjësimi po bëhet duke u hedhur në mbeturina dhe duke u djegur me preparatin domestos. Nga gjetjet e inspektimit, inspektorët vendosën që marketi duhet të mbyllet, derisa pronari të plotësoj dokumentacionin dhe të largoj të gjitha produktet e dyshimta. Po ashtu duhet i përmirësoj kushtet sanitare. Njoftimi i mbylljes u vendos në dyqan. Muj 6-2024. Muj 6-2024. E që patos kë jaroni do të pastru krejt lokalin këtë gjithë më mbyll. Qërë janë? 28 shkurt 2025. Patos, kë ka produkte shumë na afat s'ka du. S'ka dhe se mu sa këtë vazhdu. 23/10/2024. Vete, këtë zotin, a ka derë tjetër alternative? Nemër. Vete, a ka libreza sanitare për punëtor, certifikata shëndetësore, libreza sanitare, uniformat punës, dëshmi dezinfektimit, edhe të faturat e furnizimit. Qëre, sheqerin mas pari. Vidi, ka u blokje, qëre. Si tull është. Evo, s'toni vitë. Krejti ka me afat s'ka du, edhe këtu. Edhe këtu. Nuk e diskutojna lokali mbyllët i zotnisë. Më pas subjekt kontrolli ishte edhe një market tjetër. Inspektorët edhe aty gjetën produkte pa afat. Madhrat pa afat u azgjësuan duke u hedhur në mbeturina dhe duke u djegur me materie kimike. Pas kontrollit u vendos që edhe ky market duhet të mbyllet derisa pronari të plotësoj kushtet e duhura për operim të biznesit. Kujtojmë se aksionet e inspektoratit po vazhdojnë prej kohësh në të gjitha komunat e veriut të Kosovës. Janar 2025. April 2025. Produkte me afat s'kadum. 2024. Produkte me afat s'kadum në prill të 2025 dhe në janar të 2025. Do të me largu në një zonë. Ujin, produktet e lëngshme që nuk ruhen bjellë. Sot që në produkte treba da Ta lëhet ekspozimi produkte të ushqimit në. Janë një stashme një me mor me don në vend ku nuk e rrugë bjellë. treba da i staviš na mesto sat, në gaxha sunce. Dhe nema to pote. Dobro, nisam znao. Jo, vazhdo me njerë. Da nisam znao. Vazhdo me njerë. Kaže da odmah počneš. Da sklanjamo... Po, Ima magaci, ima... hajde. Treba da i sad E krij komplet i gjunke. Sad je ovo uzem. Edhe ato. Jeste si. Krij komplet. Evo, to sada. Kaži ti meni da ja...
Subjekti do të më mbyll. Ka produkte me afat skadume. Po, do të më mbyll. Me rregullu dokumentacionin,